tekst. Shumë e bukur. Atashëm. Shumë e bukur edhe zani ytë është i mrekullueshëm. Arrin me përçu këtë emocion se cilën fjalë që ka teksti i këngës, i jashtëzakonshme. Artisti duhet me përçu energji, emocion gjithmonë te publiku. Ajo e mban. E vërtet. Kur po flasim për dasma, du të ndalim edhe pak tu se the që janë të shumta edhe këtë sezon si çdo verë tjetër. Sa e ke të rëndësishme me pas pak edhe këtë pushimin e vetës, sepse në fund gjithave kur vim nga mesi, prap është shëndeti që duhemi me u kujdes më tepër, me ja ka një praktik që po e përdor që me qenë shumë ma mirë me shëndet, me u mundu me evitu pak edhe ftohjet edhe kujdesim për zonin. Unë e falenderoj Zotin që primarja të unë është që jam me shëndet mirë, po edhe familjarët, sepse kur e ke një të sëmur në familje, deshte ti pak i me bloku, edhe është shumë e rëndë për çdo familje dhe sinqerisht stagnon njeriu. Kjo është e rëndësishmja shumë, që ne duhet falenderohemi ditë e natë për shëndetin që jemi mirë. Pastaj, mas shëndetit, vjen një familje shëndosh, kur s'ke probleme në familje, je rahat me fëmijët e tu, je rahat me bashkëshortin tanë. Reflekton. To të përmbushin, ti reflekton. Deshte, vetëm një mërzi kur e ke gjatë ditës ti, në mramje me njëherë kime u vrej që nuk po dukesh mirë, kanë me ta thonë njerëzit. Prap falemderit Zotit, unë këto gjana deri më tani kam pas në regull, do më thonë primarja është e fëmijët e mi, kam qenë shumë rahat me ta, edhe vazhdoj t'jem, nuk më kanë sjell ndaj të lashe, ndaj problem, më kanë kuptu shumë, njëherë dhe vetme nuk më kanë marrë në telefon me më thonë, mam, ku je? Edhe kështu, unë edhe kam pas edhe rehatin tjetër që e kam di që i kam lanë gjithmonë të vjehra. E kur i ke këto gjana, pastaj ti e ki shumë letë se vazhdon me këngën, zonin e ke me veti. Edhe s'ka kur gjo që të ndalë. Edhe hec, pastaj, edhe e mira gjithë kësaj është që shkon gjithmonë me i knaq njerëzit, me argëtu njerëzit. Knaqesh edhe për vete. Vërtet. Unë e ditë kam dëgju edhe ty, ose ndoshta edhe në gjatin, që kur vjen puna të dasmat, ju keni qenë të hapur shpesh herë që ose për familje të dëshmorëve, ose për familje që nuk janë mirë nga ana financiare, ju keni qenë për herë të gatshëm me këndu për ta. Ne jemi mundu, po e di si është puna,